Ani se prezent nuk janë fizikisht, fotografitë e dy shkrerëve të UÇK-s dhe PDK-s nuk mungojnë. Madje këto afishe zunë vende dhe pranë hapësirës ku mbajtën fjalimet elektorale. E dikush akronimin e UÇK-s e ka shenjë edhe në trup. Ana Morava këtë martë priti PDK-n në vazhdën e tubimeve për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Kryetari degës së kësaj partie në Gjilan, Riad Rashiti, tha se më së keqi e ka psuar ky qytet nga udhëheqja e vetëvendosjes, si në pushtetin lokal, ashtu edhe qendror, pa asnjë projekt të realizuar. Pavarësisht që kryetari i komunës vjen për një subjekt politik, që është vetëvendosja. Për të 5-6 vite, Gjilanasit nuk kanë parë ende një projekt që ka nisë dhe ka përfunduar. Niko Qiri beson në fitoren e PDK-s ku dhe kërkoi mbështetje për kandidatin për kryeministër Bedri Hamza. Kosova sot ka nevojë për një udhëheqës që bashkon e nuk përçan, që ndërton e nuk bllokon, që punon me rezultate dhe jo me propagandë. E Hamza që synon të bëhet kryeministër shteti pas kësaj gare zgjedhore, tha se me të autostrada e shumë përfolur do të jetë punë e kryer. Përfundim i rrugëve ekzistuese dhe lidhje e autostradave Prishtinë-Gjilan, Prishtinë-Dhevibor. Hamza, si në çdo mbledhje tjetër, e ritheksoi se kriza aktuale, sociale e politike e ka vetëm një adresë që është Albin Kurti me partinë e tij. Derisa shtoi se në ofertën e tij qeverisëse në qendër kanë zhvillimin ekonomik. Pagesa të VSH-s në Brenti, pushimet tatimore për gjithë ata që investojnë mbi 500.000 euro dhe punsojnë mbi 50 punëtor, bizneset e vogla deri 10.000 euro. S'ka çka lyp shtetit e ta le të rriten. Ata do të jenë të liruar edhe për evidencave edhe për tatimeve. Sigurisht se nuk mjafton diasporës me thonë hajde investon në Kosovë, po duhet më siguru para kushte, infrastrukturë. Nuk e shikojmë diasporën veç si votë. Kreu i PDK-s edhe në kryeqendrën e Ana Moravës, qytetarëve u tha se rritja e pagave me ta në qeveri nuk do të mbetet vetëm premtim elektoral, por do të bëhet realitet.